Përshëndetje, atëherë sot do bëjmë një kontroll të këto katet e dyta. Të janë me diafragmë. Bëjmë një kontroll të shohim sa pillje ka poshtë, sepse këtu kam vendosur mbretëresht të re. Edhe kësaj e pata bërë tjetër mënyrë, si që kam treguar në video. E pata lënë komplet bletën pa pillje fare ditoren, vetëm vullosi, pa dalë komplet pillja e vullosur. Dhe pastaj i kam vendosur mbretëresh. Mbretëresha ka vazhduar pillje, sepse i kam bërë një kontroll një ditë vetëm poshtë, i mora fare me katin lart. Por sot do bëjmë një kontroll poshtë, ta shohim sa pillje ka, dhe do bëjmë dhe një kontroll lart, ta shohim për sa mjalt ka. Kjo po ta shohim tash do ketë shumë më pak mizë, do ketë më pak blet, sepse ajo mënyra që ja bëj me lemje që dalin komplet pillja, mos të ketë fare pillje ditore, edhe të bullosur, dhe pastaj vendos ti mbretëresh, tani derisa të dalin blet të reja, ka pillja që të bëjmë mbretëresha, i bie që një pjesë shumë e madhe të bletëve që të vdesin. Por do kemë depozituar goxha mjalt, do e shohim kornizat sipër se sa mjalt kemi marrë nga një. Dhe ta shohim nëse i duhet dhe pak kohë ose është gati për vjelje. Një korniza e parë me mjalt, mashallah, derisa ka të korniza e parë poshtë kështu, imagjino që do bëhet lart. Kornizën e parë do ta largojmë jashtë, se po mendosh. Korniza e parë është, mashallah, jo dhe mbretëresha, është cepet me pillje. Kurora këtu është me mjalt, këtu është mëma. Si shikohet këtu i kanë bërë disa çibuk falso. Mashallah, po ashtu edhe këtë është cepet pillje. Kjo bukuroshje e re, bërë një punë të mirë. Atëherë një kemi me pillje. Dhe më njëra është që kur e gjenë mbretëreshën tani punon dhe më lehtë, ke problem të nxjerrësh kornizat, se po mendon se po e shtyp në një vend. Mashallah, kjo është me pillje, në vullosur. Po ashtu edhe këtë me pillje vullosur. Kjo është gjitha pillja e kësaj mbretëreshe së re. Por si duhet këtë edhe blet ka mirë, shumë mirë është, nuk ka dhe shpak. Edhe kjo është me pillje vullosur. Deri këtu në cep, ka mbushur me pillje ditore, këtë është e vullosur. Po ashtu edhe këtej. Gjithë këto pillje vullosur që janë këto kornizat, të dalin këto akoma do mushet akoma më shumë blet. Normal dhe një pjesë e tyre vdesin si kanë bërë të veta. Por janë disa mbretëresha që pillja e tyre del më shpejt se 21 ditë. Kush nga ju e din këtë, është kampion. Atëherë gjënja me vëmendje është një mbretëresh që pillja e saj del shumë më shpejt se mbretëreshave të tjera. Nuk zgjat 21 ditë apo 22 ditë, por ajo del për 17 ditë, 18 ditë. Kush nga ju i ka vëzhguar bletët, mund ta ketë kuptuar se kush është. Është shumë e mirë si mbretëresh, si racë, shtohet shumë dhe kemi këtu në Shqipëri plot. Por shumica nuk e din se kush është dhe do a lë mister deri në një kohë kur dua t'rregoj se cila është. Mashallah. Edhe këtu është me pillje, dhe këtej me pillje. Si shikohet këto kornizat nuk ne i kanë rregulluar mirë, pavarësisht se i bëj vetë shumicën, por disa më duhet do t'i blej se nuk arriti bëj gjitha. Shkoj e këtu është teli, bleta nuk e ka mush me pillje mbretëresh. Duket. Mashallah. Dhe tani kemi 3, 4, 5 korniza me pillje. Mashallah, kjo është e gjashta, është me pillje ditore komplet. Mashallah edhe këtej. Këtu ka dhe polen në fund.
Shi edhe shumë e qetë, s'ka nevojë fare ta tymosim, por unë duhet ta tymos pak të cepet, sepse kur afroj kornizat i vrasin bletët dhe aty acaro. Kështu që ma bëni një koment poshtë nëse ndonjëri nga ju e din se cilat janë këto mbretëresha, cila racë është, që pjella e tyre del më shpejt se e mbretëreshave tjera. Mashallah. Edhe kjo është me pjellin. Po ashtu edhe këtej, po si shihet nuk ka dhaj shumë blet. Kjo është normale sepse është edhe ora 10 tani që nga. Edhe shumica e bletëve janë dhe jashtë, 1% goxha e madhe. Përderisa nuk ka shumë pjellje ditore. Kishte pjellje ditore, nuk është se s'kishte edhe shumë, ishin 3-4 korniza. Edhe kjo ka ndalë bletë të reja, kjo është komplet me bletë të reja kjo korniza. Shikoni me vëmendje bletë të reja dhe një ngjyrë në të zbehtë, nuk janë normale si këto tjerat, sa po kanë ndalë. Ja të kemi edhe një mashkull të kuq, si duket si mbretëresh. Mashallah. Edhe këtej nuk e di sa duket atje, tu ka dalë pjella, kanë vazhduar, kanë vendos nektar. Shikon si shkëlqen nëpërmes pjellës. Këtë korniza me pjellë e kemi leja. Shumë dhe këtë fundit për kuriozitet. Kjo është me polen edhe me nektar. Shumë mirë jemi leja tani. Si këto mbretëreshat e reja, po ti marrësh nga një koloni e vogël, të vendosësh tek një koloni e madhe, ato e shtojnë pjellin goxhat. Ajo normal që një koloni e vogël nuk bën pjellë shumë sepse nuk e mbulojnë dot bleta, nuk e ushqejnë dot. Ndërsa tek një koloni e madhe që ka shumë bleta, ajo normal që bën shumë më shumë pjellë se sa ka bërë tek ajo koloni e vogël, sepse këtu ushqehet më mirë. Edhe bën pjellje më shumë. Sa më e madhe tjetë kolonia, aq më shumë bën pjellje dhe mbretëresha, vetëm nëse nuk është mbretëreshe mirë, nuk është cilësore. Se nëse është mbretëreshe mirë, ta mbush me pjellje plot koloni. Edhe normal që sjell edhe një. Shohim se këtu duhet mbretëresha, se këtu e lam, po ajo është shpejt, është e re. Dhe ku i dihet se ku ka arritur dhe. Fillim e pam këtu se sa po del kjo pjellë ditore, akoma këtu është. Edhe është më në kornizë. Sa po del pjellja, mbretëresha vjen tu direkt dhe e bën me pjellë ditore përsëri. Është si magnet kjo korniza që sa po dalin bletë të reja, mbretëresha vjen aty direkt dhe mbush me pjellë përsëri. Të vendosim diafragmën. Se punosh tani pa diafragëm është kot. Tani pak prurje ashtu, dur prurja pa sillin shumë pak. Mashallah, nga pesha. Duket se ka mbush mirë. Nëse si të bëjmë një kontroll. Si që thash në fillim, kjo metoda që ti ta largosh mbretëreshën dhe ta lësh dale komplet pa pjellje ditore. E gjithë bleta kthehet dhe mbledh mjalt. Dhe sa meshku i kam ngelur këtu të izoluar. Normal që bie numri i bletëve, ama bie se ke mbush me mjalt. Se vetëm kur ta provoni do kuptoni se sa do që do them unë. Që se ju nuk e provoni vetë. Korniza e parë, ka pak.
komplet I pavullosur, nuk e di se sa duket aty dhe kamera shkëlqen apo jo. Mashallah. Shkojnë si është plak. Nga të dy anët. Forse ka nuk vullosur. Por edhe nëse nuk vulloset, për ta parë nëse është I pjekur apo jo, duhet ta shkundemi në kornizë. Nëse nuk pikon fare, këtu nuk pikon asnjë pikë. Atëherë duhet me ditë se mjalti është I pjekur, pavarësisht se nuk vulloset, se mbase nuk ka shumë kolonisë, është kjo në këtë rast, që unë ja kam shfrytzuar koloninë komplet për mbledhjen e nektari. Dhe tani po dalin mbledh të reja dhe ato të vjetrat që kanë qenë duke mbledhur nektar, normal që ato ikin, vdesin. Nuk e dina se duket atje në kamerë apo jo, më duket sikur është bosh atje. Sa po futem nga mesin duket sikur kanë vazhdu duke e vullos më shumë. Mashallah, tu po e kanë vazhduar të vullosin mirë. Edhe këtej është shumë mirë, mashallah. Këtë du ta lëm dhe pak dhe një javë maksimumi dhe du ta vjell, sepse sa më shumë të vazhdoj të nxehet koha tani që temperaturat janë ngritur shumë, le ta vazhdojmë dhe hanë në moment që nuk gjen shumë nektar nga jashtë. Mashallah. Ja dhe kjo. Ky është rezultati I asaj mënyre si u them. Më duket që kur ka pak blet, por është mashallah. Nëse që duket, është plot me blet e ka vazhduar vullosja deri poshtë. Mashallah, dhe kjo është që e rënë. Super. Plot është. Si duket ka vazhdu këtej duke ardhur, duke e vullosur. Mashallah edhe kjo. Nuk e di se sa duket edhe te kamera, por janë plot. Këtë mënyrën duhet me e përdor në moment që ti nuk I shon bletët për kullor, përgatit që ti mushin edhe I vjen. Okej. Ere të këtejmë kornizat. Te maksimumi dhe një javë deli edhe do e gjejmë. Sepse po t'ja lema akoma me shumë, nuk e di sa I vjen një re ju, por në moment që vazhdon në nxehet koha shumë. Letët vazhdojnë dhe e konsumojnë mjaltin, sepse sa më pak purë vazhdojnë të sillin, që se ka shumë pjellë, si ka kjo tani ka arritur 8 korniza me pjellë, tani vazhdojnë e hajnë ushqimin vetë atë. Që po e mbyllim, që mos zgjatet më shumë video, shihemi në video tjetër.